Horoskopi ditor e njëjtë 27 gusht 2026. Dashi. Do të keni shumë fat sot në jetën sentimentale ju çifte. Fal për kujdesjes që do t'i kushtoni partnerit, ai do të ndihet mirë dhe ju gjithashtu. Përfitoni nga kjo ditë për të bërë edhe diçka më interesante. Beqarët nuk do t'i fshehin më ndjenjat, por do t'i shprehin gjithçka atij që pëlqejnë. Yjet do t'ju mbrojnë financat dhe do t'ju bëjnë të jetoni më mirë se kohët e fundit. Mund të bëni dhe ndonjë transakcion. Demi. Nëse jeni të lumtur në lidhjen tuaj, asgjë nuk do të mund të prish atmosferën që është krijuar. Pasion, entuziazëm dhe mirëkuptim. Beqarët duhet të përfitojnë sa të mundin nga liria që kanë, sepse do e kërkoni atë dhe nuk do e gjeni më. Do të kryeni transaksione shumë të mira financiare sot, të cilat do t'ju bëjnë të ndiheni mirë. Edhe pse buxheti do të jetë disi i trazuar, shmangni rreziqet e mëdha. Binjakët. Edhe pse këto ditët e fundit lidhja juaj me partnerin ka pasur disa probleme, sot gjithçka do të ndryshojë. Harmonia do të fillojë pak e nga pak të futet në jetën tuaj dhe ju do të ndiheni mirë. Beqarët, është mirë të mos ndërmarrin asnjë iniciativë për t'u lidhur sepse do të zhgënjehen dhe do të lëndohen. Prisni edhe disa ditë. Asgjë nuk do të jetë shumë e thjeshtë në sektorin financiar. Duhet maturi. Gaforia. Në ndikimin e yjeve do të përballeni me disa situata të sikletshme ju që jeni në çift. Gjithsesi, mos u shqetësoni, sepse do t'i kaloni pa problema ato dhe në mbrëmje do të rindizet pasioni. Për beqarët nuk do të jetë ditë me fat dhe nuk do të ketë takime interesante. Ekuilibri buxhetor do të mbrohet. Disa do të jenë më të favorizuar dhe do të kenë një përmirësim të ndjeshëm të ardhurave. Luani. Gjëra do të shkojnë mirë në planin sentimental për çiftet. Kujdes, nëse filloni të flisni për çdo gjë tjetër përveç dashurisë, edhe ai mund të mërzitet. Tregohuni të matur. Beqarët do të jenë në dyshje për të ruajtur lirinë apo për të përjetuar emocione të forta, duke u lidhur me dikë. Reflektoni me kujdes. Me financa do të keni fat dhe do të jeni të mbrojtur. Më në fund do t'ia plotsoni dhe qefin vetes. Virgjëresha. Për sa u përket atyre që janë në çift, nuk është momenti i duhur për të ndërmarrë rreziqe sepse dita do të jetë paksa delikate. Tregoni më tolerant dhe nuk do të keni surpriza të këqija. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë, të çuditshme dhe të papritura. Studiojini mirë personat, pastaj vendosni për të ardhmen tuaj. Do të ketë hyrje të papritur parash në arkun tuaj, por mos i harxhoni ato pa mas. Peshorja. Edhe pse jeni paksa irritues sot, ai që keni në krah do të jetë shumë i duruar dhe do t'ju lërë të shpreheni si të doni. Beqarët do të hedhin hapa të mëtejshëm me atë që kanë kohë që pëlqejnë dhe mund të ketë edhe diçka zyrtare. Shfrytëzojeni sa të mundeni këtë ditë. Sektori financave do të jetë në qetësi të plotë, por mos shpresoni të fitoni ndonjë llotari. As mos u qani, sepse ka shumë më keq se ju. Akrepi. Jeta juaj në çift do të influencohet mjaft nga planetët sot. Ata do t'ju sjellin gëzim dhe emocione. Bëni vetëm kujdes që sensualiteti të mos dalë mbi ndjenjat. Beqarët, nën influencën e yjeve do të regohen shumë kërkues dhe nuk do të bihen në dashuri me të parin që do të takojnë. Me shpenzime do të regoheni shumë të kujdesshëm. Kjo do e mbaj situatën në ekuilibër. Shigjetari. Planetët do të bëhen bashkë sot dhe do t'ju ndihmojnë të zgjidhni dhe problemet më të vogla që kishin ekzistuar në jetën tuaj në çift. Bashkëpunimi dhe komunikimi do të rritet ndjeshëm. Beqarët do të jenë më të shoqërueshëm dhe më të hapur se më parë. Përpasoj, mundësitë për takime do të jenë të mëdha. Në sektorin financiar do të keni tronditje sepse do të shpenzoni shumë. Britsjapi. Gjithçka do të rregullohet në jetën sentimentale të çifteve sot. Edhe ata që kanë pasur probleme duhet të qetësohen sepse klima do të ngrohet. Tek beqarët do të ndikojnë yjet, të cilët do të ndezin atmosferën, do të sjellin pasion dhe shumë kënaqësi. Ka mundësi që personi që do të takoni do të jetë dem apo akrep. Duke u treguar të matur me financat, do të mund të keni dhe surpriza të këndshme. Ujori. Përfitoni nga çdo mundësi që do t'u jepet sot për të bërë disa ndryshime në jetën tuaj në çift.
Do të mund t'i largoni problemet e mëdha që keni patur dhe të vendosni më tepër mirë kuptim me njëri tjetrin. Beqarët do të kenë sukses dhe kjo do e shtoj egon e tyre. Personi që do të takoni do të zerë një vend të rëndësishëm në lidhjen tuaj. Mos e përzjeni dashurinë me financat sepse do t'i humbisni të dyja një herësh. Peshqit. Problemet në çift do të zenë një vend shumë të rëndësishëm gjatë ditës së sotme. Duhet të keni kurajën t'i përballoni drejt për drejt, në mënyrë që edhe vetë jeni të qetë. Beqarët do të pëlqehen dhe do të admirohen nga të tjerët. Do të përjetoni kënaqësi të reja. Financat ka rrezik të kalojnë një fazë të trazuar, edhe pse mund të keni rritje të ardhurash. Yjet do t'ju bëjnë të shpenzoni pa kufi. Bëni kujdes.